Dojnë femnët, një djalë që s'ka babas non. Unë kërkon s'kom pa njerë më të mirë si gruan temë ose... Qysh mund është me përshkru për mbushjen e grusane që ta ka bo? Çdo gjë, është nanë e mirë, është bashortë e mirë, anvisë e mirë. Për shembull, unë jam që 45 vjet i martu, jam baba i 5 fëmijëve, edhe kom kalu botën. A jeni prej Prishtinës apo prej Libanit? Jo, prej Prizrenit. Prej Prizrenit. Tregoni çka ka në Prizren tash. Mirë, çdo sa në rregull. Qysh po e shihni jetën në Kosovë? Mirë, shumë mirë. Apo është politika në rregull qysh e dojnë qytetarët? Shumë mirë në rregull, vetëm pak po ngutemi. Kush po ngutet? Tanësi populli. Kultura don proceset kanë zgjasin. Çdo gjë ka më në rregull, vetëm pak më kon më doroshëm. A mendon që rinia në Kosovë ka me vazhdu me jetu këtu apo po ikën qysh? Sigurisht do të kthehen, nëse kanë ikë kthehen. Unë jam optimist. Unë jam baba i 5 fëmijëve. Edhe duhet mu integru, shoqërinë e re, shtetin e ri, lirin ton, vendin ton. Nuk mund demagogjike, foli realitetin. Mirë që po dalin për shohin botën, në ta kuptojnë se edhe ne nuk është më mirë se këto. Po çka nuk kanë po ata në Kosovë që kanë ikë edhe çka duhet me i kthy ata mbrapa? Ndoshta dinamika e jeta ka një dinamikë, dojnë me çdo çmim më ardhe të pasuria. Tregona pak jetën bashkëtorë, a është jeta e mëhershme tash njëjtë apo ka ndryshuar gjithçka? Kanë ndryshuar, fatkeqësisht kanë ndryshuar. Apo mendon që tash koha e tashme, rinia e tashme, qysh po e menaxhojnë jetën e tyre martësore? Pa jo në rregull, prapa tam një nxitim në pyetja është një mungesa një edukatës pak edhe familjare, se për shembull unë jam që 45 vjet i martu, jam baba i 5 fëmijëve, edhe kom kalu botën. Unë kërkon s'kom pa njerë më të mirë si gruan temë ose shtet më të mirë se shtetin tonë. Qysh mund është me përshkru për mbushjen e grusane që ta ka bo? Çdo gjë, është nanë e mirë, është bashortë e mirë, anvisë e mirë. E tash në kohën e tashme që po jetojnë edhe po ndahen shumë çifte, çka mendon për ta? Katastrofe, mungesa e edukatës. Dojnë femnët, një djalë që s'ka babas non, ashtu në botë s'ka kërkon. Pse po mendon që kanë ardhur deri në këtë gjendje? Po tam nxitimi, pak edhe mediat i keni fajt, edhe ju duhet me konë pak ma, me pas një kreativitet, ju si media, me pas emisione në ngjeshme të mira, që i qurtojnë, që i mësojnë, që i edukojnë njerëz, fëmijët sidomos, gjeneratat e reja. Faleminderit shumë. Dojnë femnët, një djalë që s'ka babas non. Unë kërkon s'kom pa njerë më të mirë si gruan temë ose... Qysh mund është me përshkru për mbushjen e grusane që ta ka bo? Çdo gjë, është nanë e mirë, është bashortë e mirë, anvisë e mirë. Për shembull, unë jam që 45 vjet i martu, jam baba i 5 fëmijëve, edhe kom kalu botën. A je i kënaqur me respektin e rinisë? A ka ndryshuar respekti pak? Unë i kam 2 djemë, ose një vajzë, 2 djemë se vajzë është për porë. Për ndryshe, respekt maksimal kam për tyne. Po kështu, për shembull në rrugë, rinia në përgjithësi? Nuk kam vrejtje kërko. Për qenë se më varet bovaki nuk zatetna në që ato farë rrethonës tjera, po gjithmonë pozitive. Sa je i kënaqur me qeverinë aktuale deri tash? Qeveria aktuale një ligj që ka ekzistue, po mundohet me zbatue. Mirë po në qeveri gjithmonë ka të mirë edhe të këqija. Këto gjykatat e këto përqilljet që i bojnë i kanë qida lajme e pak që të këqija. Mirë po mundohen me zbatue një ligj, respekto. Cila parti kishe pas qef me i fitu zgjedhjet e ardhshme, zgjedhjet e 9 shkurtit tash që janë? Kush pëlqen ty? Unë personalisht jam konë me Aleancën. Në Aleancën. Mirë po në qito rrethona që ekzistojnë në Kosovë, kisha pas qef me fitu e partia e Thaqit. Pse? E ke po në shkollë dorëzimi o maksimal. E
është një farë procedure që është të shqyrtue e shkollës me thoshin edhe shokët e tina. Veç për që të punë. Do me thonë ti ki qef që me fitu Partia Demokratike e Kosovës. Po. E so e koni kënaqur me Albin Kurtin? A ke prit diçka ma shumë prit ti? Nuk kum prit ma shumë. Unë e njoh Albin Kurtin, nuk kum prit ma shumë. E kum ditë që se zbatan ligjin s'ka ven. Kërkon, A mendon që kam i fitu zgjedhjet? monat me konë se rinia për kra. Jo në atë aspektin politik. Po, ta thëm drejten, rinia shkon në maksimum të jetës. E maksimum i jetës është burre grue. Ky e ka t'jashtme është pak ma interesante. Faleminderit shumë. Me nder kalofshi mirë. Pastaj, a janë shumë ato të ardhura ose shtesa për fëmijë që i ka dhënë? Nuk janë. Pa ka fillu diçka po, a ka mundësi ende më shumë u bë? Ka mundësi. nuk kam pas fëmijët as shtesa. Po, unë jam dëshmitar i asaj që për fëmijët e mi që janë mashatar parafërsisht të juaj, nuk kanë marrë vetëm nga një herë, ata kishin marrë, na sot kishim thënë e kanë marrë nga një herë. S'ka pas mundësi shteti më shumë, po nga një kanë nda. Tash njerëzit tash po thonë, çfarë thonë ata? Kur ky jep 10, 20, tash edhe 30, atëherë ata të parë ne pas kanë marrë, pra. Domethënë, unë po mendoj që populli ka një dorën e vet, e ka edhe një herë t'ja vazhdoj kësaj qeverie t'ja jep, sepse do t'jetë për të mirën e qytetarëve, jo të mirën e subjektit. Se nuk po flasim na për një subjekt, na po mundohemi me fol për të mirën e këtij qytetarëve. Pa marrë parasysh ku votoni ju, edhe ju keni të drejtën e votës. E drejta e votës është diçka e lirë, edhe është diçka që është e shenjtë, edhe nuk ka nevojë me u prononcu, nuk ka nevojë me tregu, por secili kur shkojnë te kutilet e mendojnë ku është më së miri. Nëse mendojnë që kjo qeveri ka udhëhequr ashtu çu po mendoj unë, le t'ja japin. Mendojnë se s'ka udhëheq mirë, ta kthejnë ato që kanë edhe veriun le ta humbëm. Ne falenderojmë shumë i nderuar që ndave ku me neve për shkak të sukses. Shu respektin ditët e sotme. Shumë pak. Shumë pak kanë ndryshu? Kanë ndryshu pak shumë. Në cilat aspekte kanë ndryshu dhe pse kanë ndryshu? Rinia kanë ndryshu shumë, mirë, për të mirë. Kurse plesh pak ma ndryshë za vjetë i bënd vetën e jetë po të hekër se cili kanë të losh të veta edhe po të hekër kështu. E çfarë mendimi ki për këta rinin që po i qojnë brendëm të pleqeve? Shumë keq, po tash po më vajtë edhe edukatët që është edukon të bitë, që ashtu ata 8.000 për të këthen. Apo mendon që po mungon pak edukata në ditët e sotme? Po tash vajtë që është edukon të minë, që shpunon me të minë ti. Çka kishe kthy prej kohës të kalume ti në ditët e sotme? Çfarë kishe kthy? Cilën kohë kishe kthy? Edhe çka kishe ndryshu? Po çdo kohë që vjen ma re, ma mirë se sa që ka qenë përpara. Normal që ku ato është ma mirë se përpara. Atë edhe teknika ka qenë ndryshe, tash ka ardhur ndryshe edhe kështu është jeta ndryshe. Çfarë mendimi ki për rinin që pëlqojnë vendin tonë, po dalin me punu jashtë vendit? Mirë s'është, se edhe këto mund, edhe këto është mund çdo një me Amerikë, Gjermani, Zvicër, këtu në vend me dosh me punu ka punë, për gjithë ka punë. A mendon që qëta që po shkojnë jashtë kanë me u kthy prapë? Kthejnë gjithë s'kanë qërë pa këty se. A mundesh më na tregu pak cili u kon momenti më i vështirë në jetën tonë? Momenti më i vështirë luftë. Luftë. Luftë ka qenë shumë i vështirë. Sonja Pegjakovës atje kemë përjetu momente shumë të vështira. A përgëzojmë lirinë sa duhet tash? Përgëzojmë, po politikanët kanë të vetën. Jo ka përlone me vete që kur ka këshirë So je fundin. i knoqën me qeverinë aktuale, me parti? Cila parti Mirë. mendon që do të mi fitu zgjedhjet? Çka që është duhet mi përtu. Do me thonë je i knoqën. E knoqen, jo A ka punu knoqen. sa duhet? Po qysh e kthej Mitrovici, shka ke më rëndësi, Mitrovici u kthy nivel, nuk o 100%, po normal, kur gjo zgjesh, Nëse si fiton Albin Kurti, kush mendon që ka mi fitu? as di se më interesu Dhe fort me për thonë të. ti e përkra vetë vendosë. E përkoj, nuk kem kurri parti, po e përkroj, se ka shko marrë mirë. A mendon që ka mi mbajt premtimet që u ka i thotë? Po nashta kur gjo 100% se në manë premtimet, se dalin qërë që pinalin për kuqitin. Apo ndryshe është shumë i meshëm, shumë i këfjët, i ka do sene shumë të forta.